Në ceremoninë e nënshkrimit që u zhvillua në misionin e Italisë pranë Kombeve të Bashkuara në New York, ministrat e jashtëm e quajtën projektin mjaft rëndësishëm për ekonomitë e tyre. Ministrat Panariti, Terci dhe Avramopoulos ndodhen në New York për të marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dokumenti i nënshkruar është një memorandum mirëkuptimi, i cili shënon hapin e parë në nivel politik që do të pasohet nga analiza teknike për krijimin e kornizës së infrastrukturës së re. Gasjellsi Transadriatik është njëri ndër disa projektet konkurrues për sjelljen e gazit nga fusha Shah Deniz e Azerbajxhanit drejt Evropës, gjë që synon të ulë varësinë nga furnizuesit e tanishëm, duke përfshirë Rusinë. Me nënshkrimin e memorandumit, 3 vendet i japin mbështetje të plot politike projektit, dhe kjo shton mundësitë që ai të dalë fitues. Projekti tjetër konkurrues është Nabucco West, i cili parashikon kalimin e gazit nga Turqia me destinacion përfundimtar Austrinë. Ministri i Jashtëm italian Giulio Terzi tha se projekti ka rëndësi në pikpamje të sigurisë energjetike. For my country, it is also part of an important picture of energy. Për vendin tim, kjo është pjesë e një tabloje më të gjerë të sigurimit energjetik. Gjithashtu nga pikpamja e zhvillimit infrastrukturor është me rëndësi sepse do të lejojë kalimin e gazit përmes Adriatikut drejt Bregdetit italian, duke krijuar përfitime për Shqipërinë, Greqinë dhe vendet ku do të kalojë gazsjellsi, tha ministri i jashtëm i Italisë. Ministri i jashtëm i Greqisë, Dimitris Avramopoulos, e shikon projektin me shumë leverdi për lehtësimin e vështirësive ekonomike në vendin e tij. Ky projekt ka shumë rëndësi në këto kohë të vështira ekonomike për të krijuar vende pune dhe nxitur zhvillimin. Veç kësaj, ai çon përpara dhe lehtëson bashkëpunimin mes 3 vendeve. Do të kemi edhe bisedime dhe diskutime të tjera, në mënyrë që të arrijmë në nënshkrimin e marrëveshjes përfundimtare, tha ministri i jashtëm grek. Në komentet që bëri për zërin e Amerikës pas nënshkrimit, ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti tha se kalimi i gazsjellsit nëpër Shqipëri mund të krijojë shumë vende pune. Fakti që ky tubacion do të kalojë në territorin shqiptar nënkupton që do të zhvillohet një infrastrukturë mbështetëse e këtij tubacioni, gjë që do të thotë firmat e huaja do të angazhohen me investime për të zhvilluar infrastrukturën edhe shpërndarëse të gazit për gazifikimin e të gjithë vendit, dhe gjitha kjo nënkupton dhe hapjen e vendeve të reja të punë. Është përllogaritur nga një vlerësim i përafërt që zhvillimi i këtij projekti do të krijojë 2000 vende të reja pune për Shqipërinë, siç është llogaritur. Ministri i jashtëm i Shqipërisë tha se gazsjellsi Transadriatik ka një numër avantazhesh në krahasim me projektin Nabucco West. Avantazhet janë kryesisht në terma teknik, në kapacitetet transportuese, e dyta në kostën më të ulët të ndërtimit të tubacionit, dhe kjo e bën këtë të avantazhuar në terma ekonomik dhe financiar në raport me projektin tjetër konkurrues. Zoti Panariti tha se zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për diplomacinë energjetike, Amos Hochstein, luajti një rol me rëndësi në arritjen e memorandumit të mirëkuptimit mes 3 shteteve.